Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tiron Alilin në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush lajmet më të fundit dhe për të folur në këtë minutash për fenomenin gjesti. Fenomeni më i dashur i cili bëri bashk të gjithë shqiptarët për ta mbështetur dhe për t'i dhënë dashurinë me sinqeritetin dhe vërtetësinë e tij. Nga fatkeqësia që i ndodhi në jetë, humbja e vllaut të tij Eldionit, një person i afërt në jetën e Gjestit, një person që kishte një vend të rëndësishëm tek Gjesti, ashtu siç çdo vëlla ka një vend të rëndësishëm në zemrën e vllaut, e bëri Gjestin që të largohet nga ëndra e madhe e tij, për atë ëndër që ai sakrifikoi dhe luftoi gjithçka. Për atë ëndër që ai trokiti derë më derë edhe nuk arriti dot që të realizon, por me hyrjen Big Brother, me shpalosjen e vërtetësisë së tij, Gjesti arriti që të merrte gjithë atë se çfarë ai meritonte. Mungesa e Gjestit ndjehet çdo ditë, sidomos nga fansat të cilët ndjekin me shumë dashuri dhe me shumë admirim rrugtimin e Gjestit, këngët e Gjestit, muzikën e bukur që Gjesti këndon. Një dedikim është drejtuar drejt tij nga fansat e Gjestit me një fotografi kur Gjesti ka qenë i vogël dhe një shkrim sipër duke i shkruar fjalët më të dhimbshme dhe më të pastërta për të. Nuk kalon as një ditë pa menduar për ty. As një moment nuk është i njëjtë pa buzëqeshjen tënde. Ngrohtësinë dhe energjinë që sjell në jetën tonë. Ti nuk je vetëm një artist. Ti je drita jon, je zemra jon, je shpresa jon. Gjest, e dim që jeta provon dhe njerëzit më të fortë. Zoti i provon ata që i do, edhe ti je njëri prej tyre. Ti je i fortë, i guximshëm, i mbushur me të vërtetë dhe me mirësi. Muzika jote është rrahja e zemrës tënde dhe është edhe yni. Ajo shëron, frymëzon edhe na lidh. Dhe ajo të thëret ty. Ashtu si ne të thrasim ty gjithmonë. Na mungon pa fund. Çdo moment pa ty na tregon sa shumë na duhet. Sa shumë na do. Na ke mësuar që nuk ka gjë më të bukur se të jesh vetvetja. Si ke thënë vet, për muzikë kam ba gjithçka, se kam ditë që ma ka hap Zoti këtë gjë. E dua me ba gjithçysh. Dhe ne e dim që ky është rruga jote. Rruga që Zoti ta ka dhënë. Ne besojmë në ty. Dhe e dim që do të rikthehesh më i fortë se kur. Kur ndihesh i lodhur e kur bota të rëndon mbi supe, mos haro. Ne po mendojmë për ty. Po lutemi për ty. Po ndjejmë çdo emocion që ndjen ti. Ne po të presim plot dashuri, plot shpresë, plot sukses dhe plot forcë të pathyeshme. Dhe mos haro kur, nuk je kur vetëm, ti je drita jon, je zemra jon, je frymëzimi ynë. Ne jemi gjithmonë pranë teje, sot, nesër e përgjithmonë. Për ty, për muzikën tënde, për dritën tënde. Ne po lutemi për ty dhe familjen tënde, mendimet tona janë gjithmonë me ju. Dhe gjithnjë me dashurinë, shpresën dhe forcën tonë. Ky është Gjesti jon i dashur. Këto janë në fansat e Gjestit të cilët në asnjë mënyrë nuk heqin dorë nga Gjesti, me shpresën që ai do të rikthehet sërish dhe do të rikthehet më i fuqishëm se kur pranë ne të gjithëve. Unë shpresoj që këto fjalë duhet të jenë në mbështetje të Gjestit, duhet të jenë në zemër të Gjestit dhe duhet të luftojnë që Gjesti të jetë më i lumtur se kur dhe të rikthehet në skenë. Gjesti ne po të presim, ne kemi nevojë për ty, por besoj që edhe Eldioni don të shikonte lumtur.